Ajo ka qenë pika e dobët e babait të saj, po flasim për Pranvera Hoxhën, vajzën e udhëheqësit komunist Enver Hoxha. Përpos faktit që kisha avantazhe dhe përfitime që nga lindja e saj në familjen Hoxha, i ati u kujdes që e bia të shkollohej dhe të kishte një profesion. Në adoleshencë, Pranvera kishte dëshirë të bëjë aktore, por kjo kërkesë ju refuzua me diplomaci nga familja. Më pas, ajo shkëlqeu si sportiste e ekipit të volejbollit të Dinamos për femra, por fokusi më të madh, familja orientoi që ajo ta kishte nga shkolla, dhe kështu u bë. Pranvera ishte studente ekselente në arkitekturë, e më pas, ky u bë profesioni i saj. Detaje interesante kanë dalë në dritë nga publikimi i dokumentave të arkivuara. Në raportet e mbajtura brenda bllokut, evidentoi se familja Hoxha vizitat dhe ndërhyrjet kirurgjikale i bënte në Vjenë dhe në Paris. Sipas raportit, në 5 vitet e fundit, shpenzimet e familjes në spitalet e huaja ishin $600.000. Ajo që bie në sy në raport ishte se dhe vajza udhëheqësit, Pranvera, kishte bërë trajtime në Paris dhe kur është kthyer në Shqipëri, ajo kishte rënë disa kile. Edhe pse në ato vite shumë shqiptar nuk e dinin se çfarë ishin trajtimet estetike, me sa duket, Pranvera e kishte një luks të tillë. Siç duket dhe nga fotot e atyre viteve, Pranvera ka qenë e shëndetshme. Së fundmi, ajo ka vendosur që të jetojë jashtë Shqipërisë dhe ajo që të bie në sy është fakti se vajza e Enver Hoxhës nuk tregon as pak për moshën që ka. Kujdesi për veten është pjesë e pandashme e Pranvera Hoxhës.